Banorët e mbetur në fshatin Qorrush të Mallakastrës mbijetojnë me mbledhjen dhe tregtimin e bimëve medicinale. Kryesisht të moshuarit ishe gjatë sezonit të mbledhjes së bimëve, të mbledhin me mundime të mëdha, shtog, rigon, hithra dhe bimë të tjera medicinale, si e vetmja mënyrë për të siguruar të ardhura shtesë mbi pensionin e pamjaftueshëm. Gjatë kësaj periudhe, shumë banorë të këtij fshati piktoresk që në orët e para të mëngjesit i drejtohen kodrave për të mbledhur bimë mjekësore, ndonse vitet e fundit çmimi është tepër i ulët dhe fitimi i pakët. Bashkëshortët Bariame Asime Mahmutaj tregojnë se pavarësisht se mbledhja e tyre është një proces i vështirë, kjo është e vetmja mundësi për të siguruar sadopak të ardhura. Ne merrem me mbledhjen e bimet. Ky është shtogu. Ky ka qenë deri në 4-15.000 lekilja, sot ne e shesim për 4.000 lekilër. Ka rënë tregu. Ka rënë nuk ka konkurencë vitamarit a mëngoj. Neve punoj sa nxjerrim sa as bukën. Ne këto. Tash unë një dita, jam 70 vjeç. Deri ndakët unë s'besoj ta bëj kile. Kjo është ajo që neve vuajmë. Çfarë shtyn që të merreni me to? E keqja. Unë 100.000 lekë pension marr. Drita, ujë, ilaçe. Këto kam. Merret një pjesë e mirë e banorëve këtu me Po thuaj se rreth 20% e banorëve të fshatit merren me punë. Vim nga e keqja se s'kemi ku të ushqemi. Fëmijë kemi plot, kemi 5 fëmijë. I kemi në emigracion, nuk ushqejnë dot veten e tyre dhe fëmijët e tyre, jo dokumenta i shfrytëzon greku, po të kishim punë, vinin këtu, ushqeshin këtu, edhe ne i kishim në shtëpi dhe ne do ushqeshim. Nashti nuk u bjem dot me qa fëmijëve, se s'kam për vete qa do ushqejnë. Me 100.000 lekë pension që merr burri, qa të bëjun para, të paguaj dritat, të paguaj ujë, të ushqejnë për vete, po dhe sëmundje halle probleme plot, dhe jemi të detyruar, mbledhim pa kjo, sa të shkoj, le të shkoj, për mëshirë të fatit. Vite më parë, pothuajse i gjithë fshati mblidhte bimë mjekësore pasi tregtoheshin me çmim të leverdisshëm, thot Luiza Dervishaj, por së fundi interesi ka rënë. Kemi nevojë për çmime fikse dhe për një pikë grumbullimi, thot ajo, pasi vetëm në këtë mënyrë do ja vlente mundi. Tjetë një pikë standarde, të dimë edhe ne ku jemi, jo të punojmë kohë, dhe jo të vinë 10 veta këtu, unë e marr kaq, pastaj ne jemi me humbje se kur vinë shumë veta, ai fëmia me shumë ami, s'del mirë. Edhe për këtë po, kjo është një gjë e mirë. Edhe fshati aktivizohet e gjithë. Ata thonë së mblidhen fare dhe e lënë aty sa ta marrin për 100 lekë. Në Qorrush, tradita e mbledhjes dhe shitjes së bimëve medicinale ka vijuar ndër breza, duke e kthyer në një burim të ardhurash për shumë familje, por së fundi jo vetëm çmimet e ulta, por dhe largimi të rinjve, duke se kanë penalizuar këtë sektor të rëndësishëm të ekonomisë lokale, duke e çuar drejt braktisjes së plot.